Analisti Halil Geci thot se James Rubin është dëshmitari i paguar në Hag se u përdor për të mbuluar tradhtinë e Hashim Thaqit dhe për të manipuluar drejtësinë. Përmes një shkrimi në Facebook, ai thot se Rubin shiti të vërtetën dhe ndërgjegjen e tij duke u bërë vegël e një tradhtari historik të Kosovës. Ai shton se dëshmia e tij tregoi se asnjë limit nuk ekzistonte për të mbrojtur një njeri që tradhtoi kombin e vet. Tradhtia që u zbulua në Hag, turpi i Hashimit dhe rrenat e Rubinit. James Rubin, dëshmitari i paguar i Hagës, u përdor për të mbuluar tradhtinë e Hashim Thaqit dhe për të manipuluar drejtësinë. Me dëshminë e tij të rreme, Rubin shiti të vërtetën dhe ndërgjegjen e tij, duke u bërë vegël e një tradhtari historik. Dëshmitari i Hagës, James Rubin, i paguar nga Hashim Thaqi, u përdor për të mbuluar tradhtinë e tij dhe për të manipuluar drejtësinë ndërkombëtare. Me dëshminë e tij të rreme, Rubin shiti të vërtetën dhe ndërgjegjen e tij dhe të shtetit prej nga vjen, duke u bërë vegël e një tradhtari historik. Dëshmia e tij tregoi se asnjë limit nuk ekzistonte për të mbrojtur një njeri që tradhtoi kombin e vet. Kur prokurori e pyeti Rubin, "Zoti dëshmitar, a është e vërtetë që ke qenë i paguar nga Hashim Thaçi për 2 vite rresht, nga 2018 deri në 2020, me nga 52.000 euro në muaj për lobim në favor të ndarjes së Kosovës?" Rubin tha, po, por unë jam munduar që të dyja palët të bien dakord për paqen. Për këtë dëshmi kam kaluar shumë kohë duke u përgatitur për t'u paraqitur si dëshmitar në Hag. Prokurori e pyeti sërish pse të desh kaq shumë kohë për të treguar realitetin. Rubin tha, dëshiroja të tregoja se Hashimi nuk kishte rol udhëheqës në UÇK, ai kur nuk ka pasur rolin kryesor në luftë. Prokurori, a është e vërtetë Hashim? Hashimi, po valla prokuror, unë kur nuk kam qenë në luftë dhe as nuk kam pasur rol në UÇK. Prokurori, zoti dëshmitar, sa herë ke pasur rastin të takosh Hashimin gjatë luftës? Dhe Rubin tha, 2 apo 3 herë. Prokurori, zoti dëshmitar Rubin, a më mirë e njëti Hashimin që e ke takuar 2-3 herë apo Recep Selimin që nuk u ndan nga ai për më shumë vite? Rubin, Recep Selimi valla. Prokurori i pakënaqur me përgjigjen i thot me ironi, ulu Rubin, e ha marmeladën. Kuptoni o ju votues se kush është PDK-ja dhe varësit e Hashimit që sot e udhëheqin këtë parti. Kur prokurori i Hagës ja hoqi batanien Rubinit dhe zbuloi fshehtësinë në një organin e Hashimit, Rubin mbeti ekspozuar dhe i zhveshur para gjithë botës. Rubin publikisht pranoi kontratën që kishte lidhur për vitet 2018-2020 dhe pagën mujore prej 52.000 euro. Rubin mbeti ekspozuar, ndërsa Hashimi mbeti ai që ne si vëllezër e njihnim dhe pse disa nuk e besonin. Kontrata e asaj kohe ishte bërë me urdhër të Hashimit dhe ishte zbatuar nga ish-ministrja Dhurata Hoxha, e cila duhet të siguronte pagesat për Rubin me qëllim që ai të lobonte në administratën amerikane për ndarjen e Kosovës. Ne si popull e kishim dëgjuar nga gazetarja ulumtuese Jeta Xhara për këtë kontratë tradhtie, sipas asaj që di unë, ish-ministrja Dhurata Hoxha është ende në procedurë gjyqësore për lidhjen e kësaj kontrate, përmes së cilës politikanë dhe agjenci kishin paguar për lobim në favor të ndarjes së Kosovës. Prandaj mjafton të dihet se James Rubin ka qenë i punësuar nga Hashimi dhe për këtë arsye deklarata e tij është krejtësisht e pavlerë. Këtë e zbuluan vetë prokurorët në Hag. Gjatë kësaj dëshmie Rubin mbushi thasët me para dhe nuk i interesonte drejtësia. Ai përpiqej të shiste rrenat e një burri të pjekur, si të vërteta, gjë që na vinte keq të gjithëve që e dëgjonim, një burri të administratës amerikane që shitej kaq lirë, duke qenë se pikërisht administrata e tij dhe prokurori i përzgjedhur e kishin lidhur dhe dërguar Hashimin në Hag.